Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Kësaj radhe duam të flasim për ekonominë e dytë më të madhe të botës, shanset e zhvillimit të saj gjatë këtij viti dhe lidhja e drejtë për drejtë me rritjen ekonomike botërore. Jemi në shoqërinë e profesor asistent doktor Klodian Muço, dekan i Fakultetit Ekonomik, Universiteti Zonja e Këshillit të Mirë, ekspert i njohur i ekonomisë. Profesor Muço, përshëndetje dhe faleminderit erdhët. Në vitin 2024, Kina u rrit me 5% nga ana ekonomike dhe ndihmoi me rreth 30% edhe vetë rritjen mbar botërore ekonomike. Sa i rëndësishëm është për ju fakti që ekonomia e dytë më e madhe e botës po përpiqet sërish këtë vit e ka dhënë si target të rritet po me 5%. Është tregues shumë i mirë dhe le të themi gjeneron optimizëm apo transmeton optimizëm që përderisa vendi më i madh në botë mbas atyre rritjes së shpejtë që pësoi në vitet e kaluara, mbas pandemisë filloi dhe ajo që të kishte një, le të themi, jo të kurrje të mirë fillt të ekonomisë, po të kurrje të rritjes, një rritje anemike, nëse mund ta quajmë kështu. Kjo rritje, domethënë fillimi dhe i Kinës me rritje 15% transmeton optimizëm që dhe vendet europiane që bashkëpunojnë ngushtë me të mund të kenë një rritje të lartë, duke qenë që një pjesë e mirë e vendeve të Bashkimit Evropian, që janë partnerë tan direkt apo indirekt, kanë një pjesë të mirë të kompanive të tyre që operojnë në tregjet kineze, që për pjesën e prodhimit, që për disa raste për blerjen e materialeve, që disa të tjera që shesin produkte në Kinë, kështu që një rritje e Kinës do ndikojnë në mënyrë direkte apo indirekte te pjesa e Europës dhe Bashkimit Evropian që janë partnerët tonë, po sigurisht pastaj ka efekte të tjera indirekte edhe në kontinente të tjera siç është Azia në tërësi apo Afrika që kinezët janë, le të themi, investitor të rëndësishëm. Sipas raportit të qeverisë kineze për punën e bërë që del çdo vit në 5 mars të këtij viti doli, Kina synon një inflacion rreth 2%. Është era e parë që po e synon kaq të ulët me balancimin më të mirë të ofertës dhe kërkesës në treg nëpërmjet një kombinimi politikash dhe masash reformuese, qoftë të nivelit të politikës fiskale, qoftë të asaj bankare, monetare. Ju duket qasja e dur? Shko, kjo tregon që tani pa i lodhur dëgjuesit në pjesën e teorive makroekonomike, ajo që do të bëja në duke që një rritje ekonomike me 5%, që nga ana tjetër është shoqëruar me inflacion 2%, tregon që rritja ekonomike e Kinës kësaj here nuk do bazohet vetëm tek eksportet, po i bie që të bazohet te pjesa e prodhimit vendas dhe pjesa e konsumit, pra një rritje e konsumit, që tregon në një farë mënyrë që një inflacion i ulët me një rritje të lartë tregon që baza e zhvillimit do jetë ekonomia vendas dhe kjo është një tregues i mirë për kinezët në një farë mënyrë, ndoshta edhe për vendet e tjera, që tregon që nëse në të kaluarën Kina ka pasur atë modelin tipik të Koresë së Jugut, nëse mund ta quajmë kështu, atë eksport ledin, ku baza e zhvillimit ekonomik bazohet tek eksportet, kësaj here i bie që baza e zhvillimit ekonomik të jetë konsumi i brendshëm dhe për qytetarët kinesë sigurisht tregon një rritje të mirëqenies, një fuqizim të ekonomisë vendas edhe përmirësime të treguesve, le të themi të treguesve njerëzor që janë, le të themi, baza kryesore e zhvillimit ekonomik të një vendi. Po të kemi parasysh, do me thënë Amartya Seni, nobelistin ekonomik, më tepër merre për çështje sociale, që thotë që baza e zhvillimit ekonomik të një vendi nuk është vetëm rritja e disa treguesve makroekonomik, siç është prodhimi i përgjithshëm bruto, po mbi të gjitha është mundësia e individëve për të zgjedhur. Në një farë mënyrë kjo rritje tregon në një farë mënyrë që do kenë më tepër mundësi për qytetarët. Për të inkurajuar investimet e huaja, Kina do të hapë sektor të lidhur me internetin, sektorët kulturor, sektor të tjerë, në një mënyrë të mirë rregulluar, kuptohet, ajo do të mirëpresë investimet e huaja, sidomos në telekomunikacion, brenda vendit, shërbimet mjekësore, por edhe në arsim. Në gjykimin tuaj, kjo hapje i shërben pikërisht kësaj rritje ekonomike juve thatë? Ajo që vije të re në arenën ndërkombëtare tani nuk është vetëm, domethënë, Kina si entitet i vetëm ekonomik, po është Kina dhe roli i saj në tregjet ndërkombëtare, duke parë, domethënë, edhe aspektin gjeopolitik, rolin në Rusia, Kinë, Amerika, BRICS, domethënë që Kina është një iniciator i rëndësishëm e të tjera. Në një farë mënyrë tregon që si do, le të themi, kush do edhe baza e rritjes ekonomike
Dhe investimi apo hapja e ekonomisë drejt sektorëve si shëndetësia apo telekomunikacioni që konsiderohen sektorët shëndetësia për pjesën e mirëqenies, kurse pjesë e telekomunikacioni si pjesë e ekonomisë të ardhmes, sepse ekonomia në të ardhmen drejt kësaj presupozohet që të orientohet drejt automatizimit të proceseve prodhuese, përdorimi në masë inteligjencës artificiale, përdorimi në masë i prodhimit të mikroçipa për të zhvilluar sektorin e inteligjencës artificiale të tjera, që në thelb në vetvete tregon që po orientojnë ekonominë jo më tashmë si një ekonomi e bazuar te forca e lire apo te kosto e lire forcës punëtore, por që drejt një modeli e të ri ekonomik që gjeneron domethënë më tepër produktivitet, po më tepër dhe përmirëqenie për qytetarët. Kina sinon për këtë vit të akordojë më shumë lehtësi tatimore brenda vendit, subvencione dhe ulje tarifash për kompanitë kineze në fusha kyçe, sidomos me përqendrim kësaj radhe edhe për kompanitë e vogla dhe të mesme, biznesin e vogël dhe të mesme. Ajo kërkon të realizojë rritjen ekonomike përmes shtimit të ndjeshëm të konsumit që edhe juve e përmendët. Ju duket drejtimi i dur për të garantuar një rritje ekonomike të qëndrueshme? Për të bërë një parantezë të vogël, po të kemi parasysh problemet e Amerikës të viteve 80, kur Reagan erdhi në pushtet edhe pse një aktor komik, baza e fushatës së tij ishte, domethënë, reduktimi i barrës fiskale që pastaj kjo do stimulonte konsumin dhe investimet. Dhe në fakt për te tani debatit që mos të shkojmë pastaj se çfarë ndodh me borxhin publik në atë periudhë kohë të Amerikës, edhe për faktorë të tjerë, fakti është që Amerika pati një hovë shumë të madh. Zhvillimi qoftë në rrjetë, domethënë si pasojë e rritjes së konsumit, rritjes së investimeve, kështu që unë shikoj që pjesa e përdorimit të politikave fiskale në funksion të rritjes ekonomike tregon në një farë mënyrë mbështetjen e konsumit dhe mbështetjen e bizneseve dhe të investimit të brendshëm. Nga ana tjetër, Kina do të vazhdojë të përmirësojë kapacitetet për të siguruar prodhim dhe furnizim të qëndrueshëm të dritrave dhe produkteve të tjera kryesore bujqësore, duke përmirësuar rendimentin për njësi të bimëve dhe cilësinë e këtyre dritrave. Ajo do të shtojë gjithashtu sipërfaqen e sojës, do të ndërmarrë incentiva për të rigjallëruar industrinë e farës dhe për të përshpejtuar aplikimin në shkallë të gjerë të përparimeve në shkencën dhe teknologjitë më të përparuara sot bujqësore në botë. Fermerët do të jenë fituesit e drejt për drejt të mbështetjes së shtuar nga ana e buxhetit të shtetit kinez. Komenti juaj. Shiko, lufta në Ukrainë tregon në një farë mënyrë varësinë që kanë shtetet të caktuara nga shtetet të tjera. Kina në një farë mënyrë nuk u prek në mënyrë indirekte për arsye dhe të relatave që ruajti me Rusin, po ajo që vëre në vendet e Bashkimit Evropian, marrim Italinë për shkak që kemi fshin dhe që na lidh gjithmonë për arsye të raporteve historike që ne kemi pasur me to. Çfarë u vureu? Domethënë në momenti që bllokua le të themi furnizimi nga Ukraina bëri që të rishikohet të rriteshin në mënyrë të ndjeshme çmimet e ushqimeve, që kjo nuk ndodhi vetëm në Itali, po ndodhi në shumë vende të tjera në shumë vende të botës, dhe të u rrit kosto jetesës, u përkeqësua kushtet e jetesës së qytetarëve dhe të tjera. Dhe çfarë bëri? Orientoi, domethënë rishikoi përsëri rritjen e prodhimeve bujqësore dhe elektorale me qëllim që të kalonte në autonominë dhe mos të ishte shumë e varur nga pjesa nga ekonomitë e tjera. Kështu që dhe Kina duket sikur me këtë lloj politike ka mbite, që nuk duhet harruar pjesën e investimeve të rëndësishme që Kina ka bërë në vendet afrikane dhe sidomos në sektorin bujqësor, dhe politika atyre afatgjat kjo është, të kalojnë në autonominë e brendshme në pjesën, le të themi, të kenë autonomi për sa i përket prodhimit të dritrave dhe të bukës, që ndoshta në aparencë mund të duket si një politikë ndjekur edhe në Shqipëri para viteve 90, që në vetvete në aspektin e zhvillimit gjeostrategjik sot është një politikë shumë e rëndësishme për të garantuar apo për të ruajtur pavarësinë, domethënë, ushqimore. Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, profesor Muço, duke parë luftën tarifore të shpërthyer në 6 javët e fundit nga administrata e presidentit Trump, a besoni se Kina do të arrijë të realizojë këtë vit objektivin e saj për rritjen ekonomike 5%? Kjo është një pyetje shumë e bukur, faktikisht dhe një ndër pyetjet që ha debat dhe shumë prej ekonomistëve, domethënë të famshëm të botës, shkruajnë në këtë periudhë kohë mbi luftën tregtare që po ndodh. Ajo që është vënë re, domethënë teoritë moderne të zhvillimit ekonomik nuk flasin kurrë për, le të themi, për proteksionizëm. Proteksionizmi nuk gjeneron zhvillim. Dhe kjo është më së evidente. Tani një luftë tregtare që ka nisur Amerika me vendet e Bashkimit Evropian, me Kanadan, Meksikën, Kinën e të tjerë,
Unë kam përshtypjen që nuk do ta ketë shumë të gjatë, dhe tani nuk dua të flas për Kinën, por më tepër për ata që nisën këtë luftë. Paras që në momentet e para u vure për shumë se si 1 kilogram, kështu një kokër portokalle në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti direkt $2. Pra, impakti i parë kur ti mundohesh që të vësh proteksionizëm për te aspekti, sepse nuk gjykohet ekonomia, nuk është matematik, dhe nuk gjykohet vetëm balancën tregtare që sa importojnë dhe sa eksportojnë, dhe vendosje barrera tregtare do më gjenerojnë mua përfitueshmëri apo avantazh apo ku ta di unë investime venda. Se u vure, domethënë që të dëmtuarit e parë janë konsumatorët. Tani të kalojmë te Kina. Në momentin që një shtet vendos, Kina siç mund të jetë Bashkimi Evropian, në momentin që ti vendos barriera tregtare, automatikisht kjo do përkthehet në të njëjtën monedhë. Nuk duhet harruar pasaj dhe investimet kineze në të kaluarën. Po shikoja para pak ditësh, domethënë se pjesën e impaktit apo le të themi investimet e Kinës në Amerikë përsa i përket borxhit publik. Mos gabojmë, ka rreth 800 ca miliard $, borxh publik amerikan. Kështu që në momentin kur bëhet një luftë tregtare dhe pastaj kalohet edhe në le të themi në forcë ekonomike ndërmjet dy shteteve, mos duket çudi që kjo mund të jetë një armë shumë e fortë në favor të Kinës që ta përdori në një farë mënyrë që kujdes, nëse do shikojmë pastaj që kush është ekonomia më e rëndësishme, imi apo joti apo në një luftë tregtare, atëherë do përdoret domethënë çdo mekanizëm i dukshëm, dhe në këtë rast kam përshtypjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë luftë që ka nisur tregtare, kam përshtypjen që kanë të gabuar. Ne shikojmë me shumë skepticizëm qoftë shpërfillje apo qoftë le të themi mosmarrje në konsiderat e organizmave të ndryshëm ndërkombëtar, siç është Organizata Botërore e Tregtisë së Lirë, që do të thënë një organizëm për te aspektit të terminologjisë, sepse ka ndryshuar ndër vite, është një organizëm që nga mbarimi i luftës së dytë botërore, që nga 1958, mos 57, mos gabojmë, që vazhdon deri në ditën e sotme, që tendenca ka qenë gjithmonë perfeksionimi i saj, zgjidhjeve të problematikave dhe zgjerimi i saj përsa i përket shteteve. Për të kujtuar një fakt, edhe pse ndoshta është jo shumë i krahasueshëm, Shqipëria kur është bërë pjesë e Organizatës Botërore të Tregtisë së Lirë, një nga personazhet që ka qenë pjesë e asaj zgjerimi, është bërë pyetja me të drejtë që a duhet a ka frikë një vend i vogël si Shqipëria që të bëhet pjesë e një organizate kaq të madhe ekonomike siç është Organizata Botërore e Tregtisë së Lirë, duke marrë në konsiderat që heqja e barrierave tregtare në një farë mënyrë të çon në një treg më të madh, që konkurenca është më e madhe dhe një le të themi ku produktiviteti, cilësia apo janë një sër karakteristika që mund të bëjnë të mundur që qëndrimi në këtë treg. Dhe tendenca është që edhe për vende të vogla si Shqipëria ka pasur optimizëm që heqja e barrierave gjeneron zhvillim. Përkundra e kundërta, unë shikoj domethënë me shumë skepticizëm që mund të ketë, le të themi, që mund të gjenerojë përfitime qoftë për një shtet kaq të madh siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që për konkluduar pyetjen tënde, unë shikoj që në fund të ditës, nëse do vazhdohet me këtë luftë, kam përshtypjen që nuk do jetë Kina ndër të humburit. Hasë një luftë i tavolinë kaq të madhe, Bashkimi Evropian, Kina e shumë shtete të tjera do mundojnë që të rishikojnë, domethënë, apo edhe të kenë një organizim apo ndoshta një bashkëpunim, qoftë edhe të përkohshëm kundrejt le të themi një shteti kaq të madh siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Profesor Muçevi, faleminderit për bisedën sonë. Faleminderit juve edhe një herë. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në takimet e ardhshme.